Kjo është atmosfera që po mbretëron këto ditë tetori në Universitetin e Prishtinës. Të gjitha rrugët çojnë në qendrën tonë universitare, në Degë të Diellit, në Velani dhe në lagjet e tjera të kryeqytetit, ku veprojnë fakultetet dhe institucionet e tjera të arsimit të lartë. Studentët të si ja kthyn gjallërinë Prishtinës, megjithse jo fort larg dëgjohen të shtënat e armëve dhe vëmendja përqendrohet aty ku mbrohet Kosova. Edhe në rrethanat e luftës, në 1 tetor startoi viti i ri akademik 1998-99. Në historinë 28 vjeçare të Universitetit të Prishtinës, ky vit është më i vështirë. Ligjëratat dhe ushtrimet, studentët dhe profesorët shqiptar i mbajnë edhe si vjet jashtë objekteve universitare, në përjashtim të atyre të fakulteteve teknike që u kthyen pas 7 vjetësh uzurpimi nga regjimi okupues serb. Në vijim të ndjekim disa aspekte të përgatitjeve të gjithënshme të organeve kompetente të Universitetit të Prishtinës për vitin e ri mësimor, fillimin e ligjëratave, rëndësinë e funksionimit të tij në rrethanat e luftës dhe çështjet e tjera që bëjnë bërthamën e këtij institucioni me vlerë të posaçme. Të gjitha strukturat dhe organet e Universitetit të Prishtinës gjatë tërë kohës, si me thonë në nëntojzat të pushimeve verore, kanë qenë të angazhuara për këtë vit shkollor që ta presin sa më të organizuar. Ne në disa institucione kemi bërë pajisje edhe kompjuterike, pas të kemi adoptuar edhe lokale në të cilat duhet marrë mësimi. Për shembull, lokalet e fakultetit teknik, i cili na u lirua, ato kanë qenë lokalet papërdorshme, të është të adaptohen për të marrë mësim. Me konkurs është përpara regjistrimi i 6.493 studentëve. Prej tyre 4.688 të rregullt dhe 1.805 me korrespondencë. Duke marrë parasysh gjendjen e luftës në Kosovë, duke marrë parasysh atë se pjesa më e madhe e Kosovës është e inkuadruar në luftë aktive, si më thonë. Atëherë jemi të vetëdijshëm ne dhe gjithë organet e universitetit se një pjesë e madhe e studentëve nuk kanë mundësi të paraqiten në konkursin e paraparë. Prandaj, në konsultim me gjitha organet relevante, është pru vendimi nga Senati i Universitetit që të shpallet një konkurs i jashtëzakonshëm. Dhe më thonë dikun të 50% në ato fakultete ku numri i paraqitur i studentëve është të i kalu. Pra, me këtë rast ju ka mbyll dera atyne që s'kan mujt me ardhen mu paraqit. Prandaj ne kemi shpall për ata që në rrethanat luftës një konkurs jashtëzakonshëm, dhe më thonë 50% çdo fakultet të pranoj prej këtyre regjoneve. Këto bjen dikon në rritet numri për 546 studentë, si mbas analizave tona. Kjo është ndërtesa e fakulteteve teknike, e atij të elektroteknikës, makinerisë dhe ndërtimtarisë e arkitekturës në Prishtinë. Këto pamje janë të para disa muajve, pikërisht në 20 maj të këtij viti, kur studentët serb shkatruan e dogjën amfiteatrot, sallat, kabinetet, bibliotekën dhe lokalet të tjera të këtyre fakulteteve, duke mos u pajtuar me aktin e dorëzimit të tyre studentëve e profesorëve shqiptarë. Dhe shikuesve tanë tua mundsojmë që për herë të parë të shohin vetëm një pjesë të veprës së dorës barbare serbe në këtë objekt të bukur universitar.
Pas lirimit të ndërtesës së fakulteteve teknike nga vandalistët serbë dhe marrjes së saj në shfrytëzim nga studentët dhe profesorët shqiptar, përkatësisht pas pastrimit dhe merrëmetimit të saj, ky objekt tani ka pamje krejtësisht tjetër. Kudo vrehet rregull e rend shtëpiak. Studentët tanë që gjatë 7 viteve të kaluara mësonin në shtëpi private dhe nuk kishin salla e as biblioteke leximi, tani me një disiplinë të rrallë vinë këtu qysh në orët e hershme të mëngjesit për të zënë vend dhe për të përgatitur provimet. Në objektin e fakulteteve teknike u mbajtën edhe provimet pranuese për studentët e mjekësisë, të atij të arteve dhe të disa fakulteteve të tjera. Edhe korridoret e këtij tempulli të diturisë, këto ditë tetori duken më të bukura. Këtu takojmë studentë që kanë arritur të depërtojnë edhe nga vatrat e luftës. Unë jam student e Liljoshi i Fakultetit Filozofik dhe Gajstëri në vitin e 4. Se përket studimeve që janë të zhvilluar në këto rrethona është mjaft e vështirë. Na përpiqem se edhe në këto kushte të vështira deri maksimum të zhvillojmë mësimet ashtu siç i ka hije një studenti. Jam student e vitit 4 të Fakultetit Ekonomik. Jam nga një fshat të Podujevës, fshati Llapashtic. Ka kohë që forcat janë stacionuar, kohë të fundit ka pasur edhe granatime. Kjo është mjaft e tmerrshme, të studiojmë, të kemi vesin e familje ku gjenden, janë apo nuk janë, nuk dim kur gjë, më tepër. Gjithashtu ne duhet prapë të vazhdojmë, ndjejmë një dhimbje të madhe për kolegë, shokë tonë, ndoshta që zgjidhen mesin tonë, ndoshta nuk janë edhe fare tash. Mirë, po ne duhet të vazhdojmë prapë në këto kushte, është vështira. Të mundohemi patjetër dhe im diçka. Unë jam studente e Fakultetit Mjekësisë në vitin e 2, jam nga Suareka, që një javë gjindem në Prishtinë, do me thonë me gjitha sakrificat kam arritur të depërtoj në këtë pjesë tjetër, sepse edhe në këto momente në Suarekë dhe në komunën e Suarekës është një gjendje e vështirë. Mirë po, me gjitha problemet, me gjithë këtë situatë cilën ndodhemi, sërisht po mundohemi të japim maksimumin tonë, të ndjekim mësimet, të arrim të shkollohemi, sepse dihet se ardhmëria e popullit tonë është në duart tona, në duart e rinisë. Unë quhem Teuta Gjemaliu, jam student e Fakultetit Ekonomik viti 4, jam nga fshati Peçan të komunës së Suarekës. Pas granatimeve dhe djegjeve që ka pasur fshati im, neve është dashur që të strehomi në disa fshatra më pak të rrezikuara. Gjendja atje ka qenë shumë e vështirë, ka pasur familje të cilat kanë jetuar edhe në përmale, por ne kemi pasur fat që jemi gjetur në një shtëpi. Pas shumë sakrificave, na është dashur që të dalim nga rrethimi dhe të vim këtu në Prishtinë. Edhe përkundër gjendjes shumë të vështirë, ne vazhdojmë studimet. Unë jam Arjeta Musaj, vi nga rrethi i Deçanit. Jam para diplomimit në Fakultetin e Pedagogjisë. Të mos ndalem më shumë në terrorin dhe tmerrin që përjetoi populli im, me të cilën edhe unë e përjetova, por me shumë sakrifica arrita që të mbërrim në Prishtinë për të vazhduar provimet që më kanë mbetur. Me mundon fakti që shumë moshatarë të mi dhe shokë e kolegët mi kanë mbetur në Deçan, po shpresoj se edhe ata japin kontributin e tyre aty ku janë. Edhe pse në këto kushte të vështira mësimi po zhvillohet, ne prapë kemi atë vullnetin tonë që mos i ndërpresmi, domethënë me mundin edhe me ndjersën tonë. Mirë po na brengos fakti se edhe familjet tona gjenden në përmale ku ende nuk janë shtruar, nuk janë kthyer në për shtëpitë e veta. Për ata na mungon edhe koncentrimi dhe i mësimit nga të thoja, është një faktor që ka ndikim mjaft madh edhe në zhvillimin e mësimit. Shpresojmë se do të krijohen kushtet që dhe ata që janë në mbrojtjet të Kosovës, domethënë shokët tanë të krijohen kushte që të vinë të studiojnë. Me 1 tetor, studentët dhe mësimdhënësit e Fakultetit Elektroteknik të Makinerisë dhe të atij të ndërtimtarisë e të arkitekturës, ditën e parë të mësimit e shënuan bashkërisht në mënyrë simbolike. Ata ishin të gëzuar sepse për herë të parë pas 7 vitesh filluan ligjëratat në objektin e tyre modern.
Në vijim të ndjekim aktin e fillimit të vitit të ri akademik në Fakultetet Teknike të Prishtinës. Të dashur student, vëllezër dhe motra, për shkak të rrethonave në të cilat ndodhemi, ju ftoj që me 1 minutë heshtje në shenjë respekti dhe nderimi, t'i kujtojmë të gjithë kolegët që nuk ndodhen në mesin tonë dhe ata që e dhanë dhe po e japin jetën për lirinë e Kosovës dhe masakrat e fundit në Ovri. Jemi mbledh këtu që të shënojmë fillimin e vitit të ri akademik 1998-99. Këtë vit, Fakultetet Teknike e fillojnë pas 7 vite pune në lokalet e veta, nga të cilat u dëbuan me dhunë para 7 viteve. Tani, studentët tanë, këto lokale do të kenë kushte më të mira mësimi, por pas siguri kurfare dhe pa laboratore, të cilat okupatori i plaçkiti dhe i shkatroi me rastin e lëshimit të tyre. Mendoj se me punë dhe angazhim të lartë të arsimtarëve, bashkëpunëtorëve, studentëve dhe përkrahjes së popullit, e cila kur nuk ka mungua, do të tejkalojmë edhe këtë barierë. Të dashur kolegë, student, arsimtar dhe gjithë që mi të përnishëm. Në emën të rektorit, i cili nuk është tu, ju përshëndes duke dëshru së pari mirë se ardhje, punë të mbarë dhe në fund suksesi. Keni fatin që gjenerata e parë pas sa vitësh të kthehen në këto lokale të cilat janë tona dhe të cilat do të mundohemi të shfrytëzojmë dhe të trashëgojmë ashtu si duhet. Si po shihet, kushtet janë shumë të vështira, por mendojmë që bashkarisht me punën e gjithë bashkëm, me angazhimin dhe ndihmën e të gjithëve do të kalojmë të gjitha pengesat. Nga ana e universitetit, nga ana e popullit, e kemi mbështetjen dhe këte duhet ne të arsytojmë me punën dhe angazhimin tonë. E kjo do të kondenzohet me suksesin e juj, me diplomimin e juj dhe punën ashtë, se ju e një gjerata e cila sigurisht do të bjen në barë pesha e zhvillimit dhe përparimit të Kosovës. Mirë po atë ditë, Kosova kishte ditë zije për shkak të masakrave serbe, mbi fëmijët, plakat e pletë shqiptarë në Drënicë. Ky është konteksti i fillimit të këtij viti akademik, me shëritin e zisë në Cep. Po atë ditë, me 1 tetor, pas dite, i tërë qyteti i Prishtinës u gjendë në varrezat e Prishtinës për t'ia dhënë nderimet e fundit mjekut dhe simdhënësit të Fakultetit të Mjekësisë, humanistit Dr. Shpëtim Robajt, i cili vdiq në krye të detyrës duke u përpjekur si gjatë tërë kohës së luftës të ndihmojë njerëzve që kishin nevojë për të. E aq shumë njerëz janë sot në Kosovë që kanë nevojë për ndihmë. Në vijim të dëgjojmë kryetarin e Senatit të Universitetit të Prishtinës, Dr. Musli Bayraktarin, lidhur me angazhimet e organeve universitare që ky vit shkollor të përfundojë sa më mbarë. Senati i Universitetit të Prishtinës, në bashkëpunim me të gjitha strukturat shtetërore të Kosovës, po bën orvatje që të sigurojë kushte sa më të mira për studentët e Universitetit të Prishtinës. Në këtë kushte të vështira, kur e gjithë populata është e ballafaquar me luftë dhe me ekzistencën e saj, ne në universitet kemi bërë përgatitjet që ky vit i ri shkollor të fillojë përkundër të gjithë vështirësive të cilat na përcjellin. Mobilizimi të gjitha potencialeve tona dhe gatishmëria e studentëve, arsimtarëve dhe gjithë popullit na bën të kuptojmë se jemi të përcaktuar që Universiteti i Prishtinës
të kryejë misionin e tij, përgatitjen e kuadrëve për ardhmërinë e Kosovës. Ndërkaq dekanët e fakulteteve teknike dhe të atyre të tjera të Universitetit të Prishtinës jashtësi i vlerësojnë përgatitjet për zhvillimin e procesit mësimor gjatë këtij viti akademik. Fakulteti Ndërtimi i Arkitekturës ka realizuar edhe pjesën e parë të konkursit për regjistrimin e bruçorëve të vitit të ri akademik. Siç e dini, Fakulteti Ndërtimi i Arkitekturës përbëhet prej 2 seksioneve atij të arkitekturës, në të cilin me konkursin parapar të regjistrohen 4-5 studentë, për të cilin janë paraqitur 121 studentë, ndërsa në seksionin e ndërtimtarisë, për të cilin janë parapa 140 vende, ndërsa janë paraqitur 25 studentë. Çka do thotë pjesa e parë e konkursit ka përfunduar, ndërsa pjesa plotësuese e këtij konkursi mbetet vetëm për ndërtimtari, ndërsa për arkitekturë është parapar të rritet numri për 25 me konkurs të jashtëzakonshëm e sidomos prej zonave të rrezikuara nga lufta. Në Fakultetin e Elektroteknikës, studimet themelore janë të organizuara dhe zhvillohen sipas plan programeve në 4 drejtime. Në drejtimin kompjuterik me telekomunikacion, në drejtimin automatik dhe elektronik, në drejtimin sisteme elektroenergjetike dhe në drejtimin elektroenergjetik industriale. Edhe këtë vit si viteve tjera, fakulteti ynë ka shpallë konkursin për 320 vende të lira, nga 80 për çdo drejtim. Në afatin e parë kanë konkuruar 185 kandidatë, 25 nuk kanë mund të vinë për shkak të rrethanave që ekzistojnë në Kosovë, ndërsa të tjerët janë pranuar në 4 drejtimet ekzistuese. Është plotësuar drejtimi kompjuterik me telekomunikacion, do thotë nuk ka më vende të lira, në 3 drejtime tjera ka vende të lira dhe janë duke konkuruar kandidatët në afatin e dytë. Mbetet edhe afati jashtëzakonshëm për 40 studentë nga zonat e rrezikuara, do thotë që nuk kanë mund të vinë në afatin e parë të konkursit, dhe vetëm për drejtimin kompjuterik me telekomunikacion. Kushtet e studimeve si vjet janë kuptohet më të mira se viteve të tjera, se kemi dalë në objektin ton. Numri i studentëve të paraqitur në këtë vit shkollor shumë pak dallohet nga viti i kaluar. Mas shumë të kemi të paraqitur në drejtimin e ri të komunikacionit, mirë po kemi edhe në drejtimet tjera atë të prodhimtarisë, termoenergjetikës, termoteknikës dhe të konstruksionit dhe mekanizimit. Presim që pas mbylljes të konkursit 2 dhe 3, ky numër të rritet edhe më tepër. Largohemi nga objekti i bukur i fakulteteve teknike dhe me objektiven e kamerës sonë regjistrojmë pamje nga shpallja e rezultateve të provimit pranues të studentëve të vitit e parë të fakultetit të mjekësisë. Disa që janë pranuar gëzohen, kurse ata që as si vjet nuk patën fatin të regjistrohen këtu, vrehen paksa të hidhruar. Natyrisht, edhe si vjet në këtë fakultet konkurenca ishte e madhe, që do të thotë se interesimi i të rinjve e të rejave për studimin e mjekësisë, farmacisë dhe stomatologjisë është të eti madh. Përgatitjet për këtë vit shkollor në Fakultetin e Mjekësisë janë kryer me sukses. Problem për sa i përket lëndëve paramedicinale nuk do të ketë. Për sa i përket lëndëve paraklinike nuk do të ketë këtë vit shkollor, po problemi ekziston në lëndët klinike, të cilat ushtrimet në të cilat do të mohen në ambulancat private. Po ashtu, po shpresojmë që në këtë vit do të kthehemi atje ku kemi dhe mendjen. Për sa i përket pranimit të studentëve në këtë vit shkollor, interesimi ka qenë i madh. Për 170 vende kanë konkuruar 810 veta, ndërsa janë pranuar në mjekësi të përgjithshme 100, në stomatologji 40 dhe në farmaci 30. Në historinë e Fakultetit të Mjekësisë, s'pari herë si vjet do të mohet edhe një afat i jashtëzakonshëm të pranimit të kandidatëve. Në këtë afat do të pranohen 50 kandidatë në mjekësi, 20 në stomatologji dhe 15 në farmaci. Afati i dorëzimit dokumentacion do të jetë deri me 10 tetor, provimi pranues
klasifikues do të mahet me 12. Në këtë konkurs kanë përparësi kandidatet e regioneve të përfshira në luftë. Edhe në fakultetin juridik vazhdon të mbretërojë interesimi i duhur i të rinjve për studimin e shkencave të drejtësisë. Provimet kualifikuese për të interesuarit u organizuan mjaft mirë, ndonse lokalet ishin të pamjaftueshme për të zënë të gjithë në mënyrë komode. Edhe obligimet e tjera që kanë të bëjnë me fillimin e procesit mësimor në këtë fakultet janë kryer me përpikëri. Fakulteti juridik është njëri prej fakulteteve me numër më të madh studentëve në Universitetin e Prishtinës. Kudo në botë, pra edhe te ne, ka mjaft kandidatë të interesuar për të studuar lemit juridike. Ky interesim deri diku është i natyrshëm, nga se lemit juridike janë interesante për studim, por në anën tjetër në këtë fakultet orari i provimeve, por edhe i ligjëratave respektohet me përpikëri. Në provim kualifikuese gjithsesi janë paraqitur 609 kandidatë. Për këtë afat janë pranuar 260 kandidatë të rregullt dhe 180 kandidatë me korrespondencë, gjithsesi 440 kandidatë. Vlen për të theksuar se prej zonave të rrezikuara nga lufta janë paraqitur 69 kandidatë. Prej tyre 30 fare nuk kanë dokumentacion. Mirë po, në marrëveshje me rektoratin, besoj se edhe këtë çështje do ta rregullojmë dhe kandidatët e tij do të regjistrohen. Jam Shpresa Ibrahimi nga fshati Lubovec, komuna e Skenderajt. Kam ardhur më regjistru në fakultetin juridik, jam pranuar në fakultet. Për me ardhur në provim, është dashur me hec 3 orë në kom, deri në Mitrovic, masandej me autobus. Mëshatarët e mi s'kan pas mundësi me ardhë, besoj se edhe ata do të vinë, sepse asnjë në provim nuk e kam taku Drenicës atje. Unë quhem Përparem Shala nga fshati Fushtice poshtë në komunën e Glogovcit. Kam shprehur dëshirën të regjistrohena në fakultetin juridik. Jemi kam pa dokumenta për shkak se na kanë mbetur në shkollë të në Komaran, por na kanë mundsuar që të pranohemi pa dokumenta. Jemi në provime, i kam dhënë provimet. Ky vit shkollor padyshim do të jetë viti më i vështirë në universitet që nga themelimi i tij. Është një vit i përmbushur me plot ngjarje të cilat karakterizohen me vazhdimin e agresionit serb, me luftën e pushtetit serb ndaj shqiptarëve dhe Kosovës, që padyshim do të reflektohet edhe në punën e Universitetit të Kosovës. Mendoj se universiteti këtë vit do të ballafaqohet me një varg probleme, si në procesin mësimor, ashtu edhe në punën me student. Një ndër problemet me cilat ballafaqohet universiteti është edhe mungesa e një numri të madh studentëve të cilët gjenden në luftë, gjenden në misionin e shajt, mbrojtjes të Kosovës, mbrojtjes së territorit të Kosovës. Andaj me siguri që do të ndihet një mungesë e studentëve. Ndërkaq pjesa tjetër e studentëve që janë këtu janë të traumatizuar në mënyra të ndryshme, për shkak se ose kanë familjet e përfshira në luftë, ose në një mënyrë tjetër janë dëmtuar nga proceset e luftës. Fakulteti ynë është një ndër fakultetet më të mëdha të Universitetit të Prishtinës, me rreth 1400 studentë, me mbi 70 profesorë dhe bashkëpunëtorë dhe me një 600 orë që mbahen gjatë javës. Ne para do kohë kemi pas shpall konkursin me Universitetin e Prishtinës dhe janë paraqitur studentë në të gjitha degët, po më së shumti janë paraqitur në degën e gjuhës dhe të letërsisë angleze. Për 180 vende janë paraqitur 380 studentë. Ne kemi bërë provimet pranuese, kualifikuese dhe pranuese dhe një 200 studentë kanë mbetur pa u pranuar. Tash është në rrjedhësi për konkursi plotësues, vërtet konkursi i dytë, për
edhe për 90 studentë të gjuhës angleze nga rajonet që janë të përfshira nga lufta. Megjithse aktualisht në Kosovë nuk ka perspektivë për biznes e punësim në ekonomi, studimet në Fakultetin Ekonomik organizohen në nivel mjaft të lartë. Në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, viti i ri shkollor 1998-99 ka filluar me sukses. Të gjitha pregaditjet e duhura janë bërë me kohë, janë siguru sallat e nevojshme për mbajtjen e ligjëratave dhe të ushtrimeve, është siguru për këtë vit shkollor edhe numër i mjaftueshëm i kompjuterëve në sallën e laboratorit të kompjuterëve, kështu që në këtë vit në çdo kompjuter do të punojnë nga 2 studentë. Kemi pranu gjithsejt 461 student të rregullt dhe me korespondencë, prej numrit 540 që gjithsejt na janë paraqitur. Për studentët të cilët me kohë nuk kanë mujt të paraqiten në konkursin e rregullt, jemi duke i pranuar dokumentat, kryesisht na vijnë studentët prej zonave të rrezikuara nga lufta. Fakulteti përgatit kuadra profesionale të cilët kryesisht organizojnë prodhimtarinë bujqësore si një mision humanitar për prodhimin e produkteve të cilat shërbejnë për mirëqenien e mbar njerëzimit. Gjatë këtij viti shkollor, si rezultat i zhvillimeve të luftës në Kosovë, ne kemi një numër më të vogël të paraqitur nga ana e studentëve, ka vende të lira e sidomos atraktive në seksioni i agrobiznesit dhe i veterines. Ndërsa, rreth 80% të kuadrit mësimor ka publikuar tekste dhe dispensa universitare për çka studentët me lehtësi mund t'i përgatisin provimet e veta. Në Fakultetin Filozofik të Prishtinës, që është ndër më të vjetrit në universitetin tonë, me sukses po mbahet kontinuiteti dhe tradita. Në degën e pedagogjisë, historisë dhe në atë filozofisë sociologjisë, pohon dekani Dr. Islam Klasiqi, aktualisht ende ka vende të lira për studentët e rinj. Ndërkaq në Fakultetin e Mësuesisë, sipas dekanit Dr. Herullah Koliqit, po krijohet një bazë e fortë kuadrosh për nevojat e arsimit kosovar, nga se këtu janë të angazhuar pedagogët më me përvojë. Edhe këtu ka vende të lira për ata që e duan profesionin e mësuesit të mirëfillt. Megjithse për shkak të mungesës së perspektivës për të punësuar në ekonomi apo në lëmi të tjera, po bie edhe interesimi të rinjve tanë për të studiuar shkencat matematiko-natyrore, fizikën, kimin, biologjin, matematikën e gjeografinë, kuadri arsimor i Fakultetit të Shkencave Matematike Natyrore në Prishtinë është duke angazhuar për nxjerrjen e kuadrave sa më të afta profesionalisht për të shërbyer nesër Kosovës në rrethana më të mira. Dekani i këtij fakulteti, Dr. Ramadan Zeinullahu, çmon lart gatishmërinë e mësimdhënësve tanë për mbajtjen e ushtrimeve laboratorike, si dhe vullnetin e studentëve për mësim edhe në këto rrethana të vështira. Në fillim të këtij viti të ri shkollor, kolektivi i Fakultetit të Zehetarisë e Metalurgjisë me Selina Mitrovic, pas vendimit të prerë të Senatit të Universitetit të Prishtinës, i tejkaloi disa vështirësi e mosmarrëveshje të vogla që ishin të pranishme në punën e tij gjatë viteve të fundit dhe arriti të nisë mbar procesin mësimor me kuadër të fortë e të bashkuar në një institucion duke shërbyer ngritjes së ekspertëve të rinj nga zehtaria dhe metalurgjia. Edhe Fakulteti i Zehtarisë dhe Metalurgjisë në Mitrovic i ka bërë përgatitjet e duhura për pranimin e studentëve të ri në këtë vit akademik. Janë paraqitur 40 studentë në 4 degët e fakultetit që ekziston në Mitrovic, në zehhtari, gjeologji, metalurgji dhe teknologji.
janë regjistruar kryesisht studentët që gravitojnë nga zonat e rrezikuara. Edhe si vjet, ishte interesim i madh i të rinjve e të rejave tona për të studiuar degën e artit dramatik, të regjisë, të asaj të artit muzikor dhe të artit figurativ. Në fakultetin e arteve, përkatësisht në degën e artit figurativ, në degën e artit dramatik dhe në degën e artit muzikor, nga 180 kandidatë të paraqitur, janë planuar të gjithsejt 69 kandidatë, përkatësisht në degën e artit figurativ 38, në degën e artit dramatik 18 student dhe në degën e artit muzikor 23 student. Kanë vetë vendet lira të paplotësuara në degën e artit muzikor dhe në një drejtim në kuadër të degës artit figurativ në skulptur, cilat po plotësohen në momentet që këto 2 ditë. Ekipi ynë asistoi edhe gjatë mbajtjes së provimeve klasifikuese e kualifikuese në degët e këtij fakulteti dhe shënoi këto sekuenca. Fakulteti i Kulturës Fizike po bëhet gjithnjë më atraktiv për rinin tonë. Këtë na dëshmoi edhe dekani i këtij fakulteti, Dr. Mustafa Aliu, i cili na informoi se në afatin e parë të konkursit për regjistrim në vitin e parë të studimeve janë paraqitur 160 kandidatë, kurse në bazë të kritereve dhe aftësive të treguara gjatë provimit kualifikues janë planuar 91 studentë. Ta vëmë shkurtimisht në spikame dhe çështjen e bashkëpunimit ndëruniversitar, bazat materiale financiare të universitetit, standardin dhe aktivitetet e Unionit të Pavarur Studentor. Me Universitetin e Shqipërisë ne kemi kontakte dhe bashkëpunim dhe kemi pas gjithnjë edhe përpara, bile kemi nënshkruar edhe marrëveshje, dhe të cilave ne i përmbahemi. Po ashtu kemi bashkëpunim me universitetet sidomos të Austrisë edhe të Gjermanisë. Mendojmë që këto t'i zgjerojmë tash në Zvicër edhe në Itali. Universiteti i Prishtinës po bën përpjekje që të gjejë burimet plotësuese që brenda mundësive t'i liroj studentët nga pagesa e regjistrimit të studentëve. Mandej universiteti është duke punuar në bashkëpunim me Unionin e Pavarur të Studentëve dhe disa shoqata humanitare që të përgatisë disa gjithore menze për paka shumë me zbut nevojën e studentëve tonë që si standardi studentor. Me 1 tetor në Prishtinë u shënua 1 vjetore i protestave të njohura të studentëve të Universitetit të Prishtinës. Fjalën e rastit e mbajti kryetari i Unionit të Pavarur Studentor Bujar Dugolli. Para 1 viti, me 1 tetor të vitit 1997, të udhëhequr nga studentët, Universiteti i Prishtinës dhe populli ishin të gjithë në rrugë dhe bënin atë protestën madhështore e të parritshme të studentëve, e cila si rrofej mori dhënë, e cila të rënditin nga themelit të gjithë si branda dhe jashtë. Ajo bëri histori për të ardhmen. Ajo nisi e hapi rrugë për liri dhe pavarësi, që tani ka marrë rrugën e pakthyeshme dhe të pathyeshme. E meriton një tetori të shënohet pa marrë parasysh rrethanat në të cilat jetojmë. Fillimi i mbar i këtij viti mësimor në Universitetin e Prishtinës në rrethana të agresionit serb në Kosovë ka domethënie të posaçme, vendosmërinë për të ecur përpara.